Mirëmbrëma, me që jemi edhe me këtë javë me Express Rose, emisioni cili vjen si bashkëpunim i gazetës Express me showbizin shqiptar. Këtë javë për me vendosë me ftu një këngëtare cila shumë shpejt hini në tregun e Kosovës, edhe me një stil tepër të veçantë. Ajo është Kida, që shkrejt e njoj, me emri saj është i vërtet është Orhidea Latifi. Kida, mirë se erdhe. Prej ka kjo emër Kida? Prej Orhidea me Kida nuk po lidhet kur qysh? Jo, nuk është se s'lidhet me këshyrë ma fell, se Orkidea. Kida, okej. Po nejse, unë isa mrej shqip. Kër jëmë konë ma e vogël, kam pas shumë shqipnit madhe dhe krejtë më kanë thirë Kida. Kër jemi taku me këta grupit, mandej është ndëgju emri Kida dhe ata kam vendosë që me kone emri Kida se emra artistik. Kida, fillimisht ke nis me kënu anglisht. A mos është ke pse ti ndjek një shkollë ku e ka krejt programin anglisht? Apo vetëm se të ka pëlqyer ndoshta? Jo, nuk është prej asaj, po unë zakonisht edhe se e vogël kam dëgju gjithë anglisht, nuk kam dëgju shumë shqip. Dhe nashta më ka imponu prej qasaj. Më ka do vetja edhe pse kur s'kom kënu në e sem shumë, po më ka imponu me kënu anglisht. Po edhe ke thonë që s'ke kënu asë njëherë, do më thonë ke njës... Shqip jo, asë njëherë s'kom kënu. Kur ke fillu me këndu kështu me pa zonin tënë, me testu që e kitë mirë? Për herë të parë? Po. Për herë të parë jam taku me menaxherin, Metin dhe me Zapin Krisin. Që sa ko i bjan kjo? Që 3 vjetë. Do më thonë deri para 3 vjetë dhe asë njëherë nuk e provu? Jo, asë njëherë. Asë nuk e marrë pjesë në... Jo, heq kur gjo. Do më thonë kanë gjetë se në njëre që unë në fakt kam pas shumë qef me kënu, po asë njëherë si jam koncentru shumë që atësen se edhe më kone vogël, kam pas 14 vjetë. Edhe kam ditë ashtu në veti, kur se më kanë ndëgju të kënu ose diçka, edhe për njëherë ashtu më kam pyta din me kënu dhe më ka shumë pytje e ronë se asë njëherë kur s'më habo. Edhe kam thonë që po di me kënu, po nuk muj ashtu me kënu para tjerve. Edhe jena shku në studio, e kem testu zonin, ju ka pëlqy shumë, si zo, për normal që është ashtë më ushtru, dhe me thonë 2 vjetër ashtë të më ushtru në stop me Zapin Krisin, edhe tash vitin e kaluar, këndoj si një artiste e re. Po, a ka qenë ide e tyne ti me vazhdu shqip, se në fillim ke nisë dhe me anglisht? Po, a ke bo muzike dhe shqip për me hynë trek të Kosovës e anglisht kur ke bo, realisht pak ke njoft? Jo, në fakt Zapi Krisi më kanë shti me kënu shqip, se normal që për tregun tonë do të me kënu shqip. Pse jo dhe anglisht, unë e më kone e re dhe nuk është që kom ditë diçka për treg ose për muzikë ose që do qoftë, po është dashtë edhe kur ja nisa me fillu me kënu shqip, o adaptova diqysh edhe ja nisa pak më mësu, edhe më do ke mirë edhe tani veç ja nisa më mësu me kënu shqip. Kritë kongët i ke bo me Zapin edhe Krisin, e ka shkumen janë e herë me ndru producentët të se? Jo, unë kam kontrat me Zapin edhe Krisin, e kam një kontrat po gjatë. Jemi me thonë një familje shumë e mirë, e madhe, On Records, që është e bome prej Metal Shanit, prej Zapit Krisit, ka artista mes tyne që jam One, Maziko, Endre, ka dhe tjerë cilët janë Getinjo, Uke, plot tjerë. Do me thonë një familje shumë e madhe që krejt bashkëpunojnë bashkë edhe se cili bojnë të një tjetër shumë. Po, Kida, sigurisht ti je e re në moshë dhe që ka pranu familja jote kur ti ke vendosë edhe po mendoj je bo shumë shpejt e famshme, që ka përbalu këtë famën tonë dhe familja? Une jam vesh një fëmijë edhe i kam 2 prind shumë ashtu që dim për rreth muzikës e këtyne. Dhe me thonë kanë qenë aktiv kër jam kontri. Po ju ka pëlqy shumë kër ju kam përmen edhe kam pranu më njëherë se normal që e kanë di që unë kam qef dhe s'kam dashë më atrish. Ju pëlqen edhe më bështetën shumë. A ke mendu nëherë me shku edhe jashtë me kënu, dhe me thonë me veprimtarin tonë me zhënu edhe jashtë, apo nështa pse e fëmija i vetëm e ki pak fështirë mundu api prindve? Jo, ajo do me thonë është një ondër për mu me shku jashtë edhe me vazhdu karierën të një jashtë. Familja nuk bojnë problema, si dhe që je fëmija i vetëm. Po jo, s'ma menvenja, s'kam pse. S'ma menvenja që bojnë problema. Qështë me menagjon këtë kohën se ti edhe në shkollë, kohën në shkollës me muzika, dhe nga të merë kohë muzika ma shumë, qështë ja bënë me marë pushime së ustan për koncerte e kështu. Të regon pak qështë ja ke qitë udhën kësaj pume? Për momentin jam në shkollë, jam të përfundu edhe një vete kam. Me
mirëna me aktivitete shumë, për shembull kur kam free time ashtu që shkojmë fitness, shkojmë studio më shumë, punojmë më shumë, domethënë i përkushtona më shumë punës teme dhe studios, edhe kështu për leje, për këse jo marr pak vesh me ta, dhe pse është vështirë normal se nuk moj me shune shumë shpesh shkollën, po më ka ra që të vetë domethënë më ka ra çdo muj, sidomos më ka ra shumë. Me lëshu se tash plus është edhe koha e koncerteve dhe ka shumë angazhime ndaja që lypët për një artistit me pas angazhime ndaja. Kështu që ka gjem të i menaxhu dhe mirë. A ka ndiku kjo sukses tonë në shkollë në shta, apo gjenë kohë për gjithë qka? Pak në shta ka ndiku në shkollë, po ka mujtë me ndiku se unë edhe lodhën edhe nuk është që e kam menjën ashtu krejt qetë pejsanëve dhe që edhe me mësu, po është mirë që e kam shkollën amerikane, American School është, edhe është një shkollë për një me e mirë, edhe që edhe nëse nuk ulesh me mësu dhe me thonë i den edhe vetë që ke ndëgju, që është e letë. Kitë stilin e ki shumë veçantë, ka një abitit kanë krasu me këngëtare të famshme, a ki një këngëtare model cilin ndjekti, apo? Jo, kam shumë këngëtare që këngëtare të huja, po mendoj? Kam këngëtare modele, se për fashion plot. Po, kush kujdeset? Kush ka pru deri në këtë pamje? Deri në këtë pamje unë? Jo, kam njerëz të mi, cilë për kujdesën për mu, është Donjeta Macula, styliste e mja, cila merret me videoklipe, me koncerte, me këto. A kështu intervista ose diçka që e kam për shpejt ose jam vetë. A, vetëm po, vetë. Edhe për çka do qoftë, do me thonë, i kam krejt kaqme. Disa në Prishtinë, do më thonë një gojdhane, kështu thonë që gjason shumë me era i strepin. Apo emiton tjata ajo ty cila? Shka mënyre? Në stil, në dukje, në skel. Nuk së nduket qërësorë ti. Nuk po duket. Jo, se era ka një stil këtë ndryshe, edhe është shumë nice, edhe kam shoqnime të shumë mëntare e mirë, po jo, s'pa kish marrojnë që jam se në stil jo. Pa e me këshyrë kështu, bashkë valla, dyshysh krejt e kemë një farë stilit njejt, apo kupton se është trendi, është moda që e modë, është ato e ndjekim krejt, nuk është se dikush e zgjedh një krejt tjetër. Po, varet që shi kombinojmë sanat, kështu, veshit. Po, nështë edhe mënyrën tonë, po. Për këtë verë, ku të kemi? Për këtë verë, mas parë jem të e bu komen e rej me muzikën, tash, do me thonë, kam publiku. Koncerte shumë. Në të të këmë. Në të të këmë këpa shqiptarë. Pushema, ke vendos në shku dika? Jo, njerë jo. Tash, jem të iqy njerë koncertet, masi që të kryen koncertet nashta. Sigur. Në shoqënia po ki ko me dalë, s'ta shojnë për të madhe që s'ki jo, bashkë po më kuptojnë shumë mirë, shoqë që po më kuptojnë. Po, kam ko, najherë, jo shumë shpesh normal, po kur e kam atë kohën e lirë, dhe me thonë i zgjedh dhe shoqënin cilët ona i kam të ngushtë dhe dalë me ta knaqen. A del shpesh më ramje, po më ne kushtu? Jo. Nuk del? Dhe të mditë jo, në fika? Jo, më ramje dalë, najherë, jo shpesh. Në shkollë atë njohin si këngëtare ma shumë, apo si shoqe të shkollës? Dyjat. Dyqysh dyjat se kam për shembull... Nështë generatat e reja që kanë ardhur. Për shembull profesorat ose diçka se unë i kam edhe t'jashtit, krejt në tirin kita edhe din që jem... A ngojnë muzikën tonë e ka mësu? Po, e ngojnë edhe malshojnë ka të cilë në e një, po nga ta. Shkollë. Po, e ngojnë ka gjë. Oke, kita që ka që nga patëm. Fenderit Koha shumë. për interviste. Fenderit shumë as pari për mbështetjen që ma keni bo direktor. Fenderit Ekspresit, edhe fenderit ty për ftesën që ma keni bo. Mos në shqe për të madhe, nga bojmë lojme, e di. Pak trona. Se pak parë trona jam, po që jam të mira për se cilin këngëtar, si do mos këngëtar të rishë që ti që ju vynë. Kanë nevoje. Po, kanë nevoj. Kida, na zakonisht në fund e kemi zakon, kështu e kemi bo si zakon me nënshkru përveç mirisë dhe na imin që e kemi shti me puf në e tjetrin, me nënshkru këtë farë murin këtu. Derisa Kida të bëhet gati për me nënshkru një lo me lajmet në vazhdim.
Reperi Viktor Paloka i njohur me novkën Rebel aka Unikatil nuk do të ketë ndonjë këngë me këngëtarin Blero, ashtu sikur kanë shkruar disa portale kosovare. Një burim i afërt me Unikatilin i ka thënë Ekspresit se reperi që jeton në SBA nuk e njeh fort mirë Bleron, madje nuk ka pas as kontakte për të bërë një këngë duet me ndonjë këngëtar kosovar. Lajmi rrjedhi pas një fotografie ku ishte shkruar se Unikatil dhe Blero kanë postuar një foto me mbishkrimin Gjo dhe u tha se ata do të paraqiten me një duet. Por lajmi sipas burimit është tërësisht i pasakt dhe asnjëra palë nuk pritet që të bëjnë ndonjë bashkëpunim, madje as nuk kanë kontakte me njëri tjetrin. Këngëtarja Genta Ismaili është shumë pak aktive në krahasim me vitet e kaluara, kur ajo ishte e pranishme në çdo ngjarje. Megjithatë, pas një kohe që qëndroi në Amerikë, pothuajse gjysmën e këtij viti, Genta ka ardhur në Kosovë, por ende nuk dihet se a do të bëjë ajo këngë para verës apo do të zgjedhë që të pushojë gjatë këtij viti. Genta vjet pati një sukses të madh në duetin me Ardian Bujupin, vazhdoi madje edhe një sukses tjetër në këngën Magjike. Por, doli që dështoj në projektin tjetër të madh, projektin që ajo e quajti Dekada e Gentës, ku parashiheshin shumë koncerte dhe botimi një libri të shkurtër për 10 vjet të karrierës së saj në muzikë. Emina Çunmulaj i ka dhënë fund beqaris duke u martuar me njërin prej biznismenëve të njohur në SBA, iranian jahudis Sam Nazarian. Modelja e njohur shqiptare u martua me zakone të hebrejve në njërin prej hoteleve të biznismenit, por kjo nuk ishte e tëra. Ajo ka vallëzuar edhe vallën shqipe bashkë me të shoqin, që ishte kënga Du Lulia te Bunari. Por Ermina po ashtu ka postuar edhe foto të tjera nga dasma, që po ashtu janë përfolur shumë nëpër media të ndryshme. Shikues nderuar, kjo ke krejt që kemi bu gati na për juve, shihemi javën që vjen.